Porti i Durrësit ka mirëpritur për vizitë traditore në ndesën turke TCG İnönü. Vizita bëhet në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe marrëdhënieve të konsoliduara mes forcave detare të vendeve aleate. Gjatë qëndrimit në port, janë marrë masa organizative për pritjen e mjetit si dhe të ekuipazhit. Në koordinim me forcën detare shqiptare dhe policinë ushtarake, është siguruar akomodimi i ekuipazhit si dhe masa sigurie. Autoriteti portuar i Durrësit thotë se vizita është pjesë e bashkëpunimit të rregullt mes forcave detare të vendeve aleate dhe synon shkëmbimin e përvojave dhe forcimin e koordinimit në rajon. Gjatë qëndrimit në port, janë marrë masa organizative për pritjen e mjetit të ekuipazhit. Në koordinim me forcën detare dhe policinë ushtarake, është siguruar akomodimi i ekuipazhit dhe masat e sigurisë. Vizita në ndesës turke përfaqëson një moment të rëndësishëm bashkëpunimi ndërkombëtar, duke reflektuar mundësi për partneritet të vazhdueshëm dhe forcimin e marrëdhënieve detare si dhe të sigurisë në rajon.